kthyer në spektaklin tonë, jemi këtu në sheshin e fjalës së mirë, këngës së bukur, jemi në Odeon, në radio televizionin 21. Për çdo javë kemi mysafir nga më interesante, të ndryshëm, të profesioneve të ndryshme, përvoja interesante, pista të shtruara mirë për gjeneratat e ardhshme, përvoja punë shkencore, dije e kështu me radhë. Sonte kemi fatin e mirë e të radhë që ta kemi mysafir një profesor shumë të nderuar. Absolutisht që ka lënë gjurmë në jetën e tij, në botën e arsimit, e të jetës edhe sociale, e shoqërore, shqiptare në përgjithësi, e sidomos këtu në Kosovë. Zonë e zotri, do të vi për ju, për ne, për të gjithë, profesori i nderuar Riza Krasniqi. Profesor, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesë. Të lutem. Ndi veten të nderuar, si jam pjesë e Odeonit, një spektakli që na gjitha adhurojmë dhe shumë faleminderit për krejt kontributin e juaj të dhënë nëpërmes Odeonit. Profesor, faleminderit shumë, me të falenderuar nga zemra se pesha e mësuesit edhe pesha e qiellit nuk maten. Juve vleni për një profesor të nderuar e të përshëndetur nga krejt gjeneratat që i takoj tasajone në përgjithësi, por edhe më pas. Po kur themi tasajone, në realitet, prej cilës onë na vjen profesori? Unë vjen nga Peja, nga regioni Dugaxhinit. A Pejon ta mama? Jo. Prej ardhen e kom nga fshati Lybeniq. Lybeniq. Ku ka ndodhur masakra e që për kryt banorit është më e madhja në Kosovë. Mirë po kam linë Pej, shkollën fillore dhe gjimnazin e kam përfunduar në Pej. Fakultetin Elektroteknik Dega Energjetik 1977-82 në Prishtinë. Në Prishtinë. Kështu me radhë. Po, gjenerata jote kanë shku, se kogja dhe në atë kohë u kanë synimi me shku në Elektro Kosova atëherë, ose në fabrika, ju zgjodhet në realitet profesionin e profesorit. E kishit dëshirë mësim dhënien? Në më rastësia një do më thanë shumë. Në 1982 të na im hoxha ishte drejtori i Kosovës B. Na tha, na ishin diku 13 studenta në vit 5. Kush don me punun Kosovën B ka banesën. Unë shkova me gzim Pej dhe thash babës, që shtu puna japin banesën. Babë tha që ku i ki shpinë Pej. Edhe me konë me jetu une veç me nanën tonde. Fjala babës ishte ligjë. Edhe u ktheve. U ktheva në Pej. Diku mbas një jave një kojshi tha, mundesh po më regjistru në gjimnaz. Shkova në gjimnaz, për me ndihmu ati. Një profesor një Monulliqi tha, apo punon në gjimnaz, a do në me ardhë, thash po, kur me janë një punës nesër. Fillova, kështë një afat shkurt edhe... Edhe vazhdova aty. Veç u dashurova aty, përderi sa ke nejtë edhe përderi sa... Profesioni i arsimit është profesioni, është mision, bilon pritoj mi thonë, është mision një jetës. Se është knatësi jashtëzakonisht e madhe mi mësu rinin, edhe ne mburëshim në atë kohë, është knatësi jashtëzakonisht e madhe kur ke rezultate. Edhe kishe rezultate, se shumë i përmenin, profesor. Qka ke bon nuk e di, po diçka ju ke bon, se gjithë gjeneratat që i takoj, vërtet ju përmenin një profesor shumë vull në atë pjesë. Kur kom fillu, ka arë një hoqë bile ka qenë, shok i babës edhe po më pyet Riz, a po ki trem, thash po vëlla dhe sadik, se da e thirëshem. Tha, ti mësoj unë e 30 sende, që fillojnë me dë, edhe kur mos u frigo. Thash fol dhe sadik. Tha, mas pari duesh me pas dije për landin që e jep. E dyta, duesh me pas durim, se në zanës vinë me problemet ndryshme. Edhe treta, tha, duesh me pas drejtësi, kur i noton zanëst, me qeni drejt. Jo mundu këto 3 parime të dhe sadik, që sot e përmendi. Edhe mendoj që çdo profesor që i ka këto 3-jat, do t'jetë profesor i mirë. Pastaj në zanë se shtu në disiplinë, duhet me ditë me mbajt disiplinën e kështu me radhë. Po shpesh thosha 3 D-ja. Po këto D të shtoheshin, këto D. Po Daja Sadik sigurisht nuk jeton më, Ja. Edhe këtu prej skenës mujna me i dhonë për homazh veç duar trokitje. Profesor, në realitet e kemi një sebeb mirë, me të thonë të drejtën, ko gjamotit kemi pritë që të na vish, musafir, si një
profesor i nderuar, një erudit, një njeri që ka dhënë shembuj të mirë edhe vetë edhe me familjen edhe me rrethin edhe si duket këtë herë ki ndërmend këtë me sprovu edhe në garën për deputet në Parlamentin e Republikës së Kosovës, të asaj Kosovë që e kemi dëshiru të lirë 3.000 vjetë, shoqërzotit e përjetojmë dhe, po e rëndësishme është që sot cilëmi si duhet, qysh jemi sjellë në arsim e në punë me ndaj saj. Një jetë e gjatë në arsim, edhe në angazhim publik, se do të flasim për një angazhim të jashtëzakonshëm publik që e ke pas. Po pse vendose vërtet që të kandidosh për kuvendin e Republikës Kosovës? Në ime ekzistojnë disa arsye. Mas pari them, oferta kom pas moti. A ke pas? Po. E shumë mirë. Kjo kom vjen mirë, pej partive të ndryshme, apo? Po, të ndryshme. Mos them. Edhe po ju thojsha shqyqoni, nuk jam politikan i mirë. Pse thojshin, ku pe din? Thojsha, të kisha qenë luftën e parë botnore, isha ba me Austro-Hungarin, e kisha hup luftën. Të kisha qenë luftën e dytë botnore politikan, isha ba me Gjermanin. Se na ofroi. Edhe prap isha ba me hup. E kishim hup luftën. E kishim hup luftën. Do të thonë nuk di mu bo me fitusin. Këto e kisha arsyetim, se vështirë me, po tash, para një mujve me një shok, në mbrëmje. Edhe po më pyet, Riz, çka ki zhigin jetë, çka të mbetet, kështu që, tash janë disa, po më kujtohet, 1996 në kom pas babën smut për i kancerit. Një ndërmiqt më të mirë që kom pas ka qenë Azem Shkreli, edhe konsideroj njeriu më të mëshëm që e kom njoft. Edhe po thot Riz, apo shkojmë Tiranë. Se ishte një mjek atje dhe shkum Tiranë me babën me qunë spital. Natën e tretë po vjen Azemi tha, Rizat shkojmë të Dritë Ragolli me ndajtë sonte. Unë e kisha ondër. Thash, Azem, unë me një konvit e Dritë Ragolli. Se jo, edhe shkum të Dritë Ragolli edhe fillum. Dritë Ragolli kishte pak me pije, një meze, pa Azemi dikur janë nisi bukurashpër. Çka po duhet tha Partia Socialiste? Ti e ki partinë e lexuesve, ti e ki partinë e krejt shqiptarëve. Ty Partia Socialiste vetëm të sloglon. Edhe, tash ku e matirati. Dritër tash s'ka që ka mi full. Kur e mor dritër o ma qëtësine vetë, Azem tha, krejt i di, po tërhiqu ti tërhiqu une. Kush po vendos për kulturën tonë? Një malok. Kur vendos ai maloku, mos thuj pse s'po mi botojnë poezinë. Leta është në kafe më konë me dhonë kontributin. Po duesh me... Edhe më konë kritikus, bile. Duesh me... Edhe pitova ati shoku që ashtu, dhe pse Riz ti nuk po hynë politikë, se ta nuk pi përdorë që ato po thunë kafe. Një intelektual që e konsideron vetën intelektual, që mendon që mundet me kontribu, leta provon vetën. Do të me hi të veni. Do të me hi. Në kafe tonë jemi patriota, po kur kush prej kafes nuk kontribon. Kjo është një ndër arsyet. Po, në realitet, çfarë ju motivon? Ajo çfarë ju motivon pak a shumë e pa në këto që ka folëm deri tash, që të hysh nga fusha arsimit edhe angazhimit shoqëror në politikë direkt. Mendon se përmes saj do të realizosh diçka të veçantë që e synon? Unë kom disa projekte në jetë. Se çështja kombëtare çdo ka interesu, edhe e kom thënë publikisht. Po nuk e realizum çështjen kombëtare si duhet, edhe familjen do e humbi. Edhe, për shembull, është një projekt për Anton Qeten që e kem pas për një shtatore. Mu ka desh 10 vjet, jo mu, na u ka desht, se ka qenë Mulla Gjevati, Dom Lurgjergji në ekip. Nuk kem lanë zyret të ndonjë politikani pa vizitu. Edhe gjithë thëshin, po, ani, po, e bajmë mujnë tjetër, po na u desh 10 vjet me realizu një shtatore. Një shtatore. Një shtatore 10 vjet. E jo në disa projekte tjera, kur një shok po thot, Riz, pa hynë politik, nuk mundësh asnjë projekt me realizu. Asnjë projekt kombëtar si duhet. Kur je pjesë e politikës, unë kam edhe disa projekte tjera, të cilat mendoj që do të jenë të dobishme për çështjen kombëtare. Një projekt për përmendi. Unë mendoj që Anton Qeta nuk meriton shtatore, meriton memorial. Meriton memorial ku pas ti do të jenë emrat e gjithë atyre që kanë falë. Se disa herë kem thënë, po, herojt të vërtet televizjes dhe të vetmit heroj janë ata që kanë falë. Ne të tjerë kemi qenë argat. Kurse, argatët kërkun së përmenden. Heroj duhet mu përmend. Lëvizja për pajtimin e gjasheve. Më solle vetë këtu, se kisha
keni qenë pjesë shumë aktive lëvizjes për pajtimin e gjaçeve. Çfarë mësimi më të madh morët nga ajo periudhë e që mendoni ta përdorni sot në politikë? Masi po hynin në politikë. Po, disa pyetje të cilat shumë herë na i kanë bërë gazetarët. Se pajtimin e parë kemi bën Raushiq me 10 shkurt 1990. A të kujtohet, a? Po, detajet i di. Mbas 80 dite te verrat e Lukës Minimaj janë mbledh 500.000 vet. Do të thonë unë shpesh e them, sikur një herë në historinë tonë, 80 ditëshin e ka edhe populli shqiptar. Se ditën e parë në Raushiq jem kon 22. Mbas 80 dite e mbo 500.000. 500.000. Edhe na kanë pyet shumë herë çka, cila është. Unë mendoj që lëvizja për pajtimin e gjaçeve i kishte 3 shtylla. Ne e kishte rolin madhështor të nënave dhe motrave tona. Idenë për pajtimin e gjaçeve e ka dhënë Have Shala. Njeriu i parë me të cilin Hava ka komuniku ka qenë Mirveti Dreshaj, fatbarësisht të dyja të nxënësit mijat, me të cilat unë mburem. Do të thonë, roli madhështor, qoftë që kem për ide, qoftë kur kem vrapu për mu falë gjaçet, se kur shkoj ke Hava, Mirvetja, Zogja, shoqet që i kem pas, edhe luçin atë migjen në të burra, pa shfrytëzen e Zotit, ishtë tjetër atmosferë. Nuk po i kemi thonë jo. Roli i nanave tona në faljen e gjaçeve ka qenë madhështor, nuk në histori është vështirë me gjetë. Sot pritoj me shku ka do fshatra, kur në kujtojnë do raste kur nënat dhe motra tona i kanë falë gjaçet, si janë dhimbshme. Edhe unë mirë po i shqarështja kombëtare në pyetje. Vetëm një po e tregoj se shku në një fshat, mos më pyet emra, mos më pyet mos e... Nëse janë shumë. Edhe ai ishte mësues, tha, unë e fali po motra. Erdh motra se Anton Qeta i tha po mër le të vjen, ajo tregoi tha, kom dalë në tokë me punu me tokën me baben. Kanë ardhur kojshit edhe me shytni, ma kanë rre. E kom marrë qashtu, me qunë spital, në kërtë kuali atëherë. Rrugës baba ka thonë, amanet nëse des mos e falë gjopë. Qka me bo? Na kur s'kishim qka me bo, i qim, tonë e këshim Anton Qetën që shtu, qka pëna... Qa po thotaj? Edhe profesorit ta në regull të kuptojmë. Apo vjen me neve me në ndihmu raste tjera. Tha po. Erra dit, ishte shtunde, nesit ka dreka se ishtë në kërë me mu me profesor Anton Qetën me Ramiz Kelmendin. Po thot, po shkojmë në shpi. Pem ledhi vlaun e kuptum që po do në me falë. Edhe e prishëm shpejt, u morëm vesh me studenta, se organizojshim have në Mirvetin këta, po shkojmë se tu shku rrugës, tash ishin fshatrat, fillim fshatrave ishin vorrët. Kërkoj mundal të vorri babës, janë i shkoj të vorri, na i shkun për mbas. Ja kërkoj halalin, ta s'po muj me majt. Se interesi i Kosovës, ko ka maj malë se abaneti që mba kilon. Interesi i Kosovës ishte madhështor në im. E bukur, ha? Çdo gjë për interes, o dhanë. Po më, e para thash ishte roli dhe ndikimi i nanave dhe motrave tona. Bile me desh me vaj garin a shpesh e ngutshim Anton Qetën, thëshim na prishe sobën e burrave. Na i let ashtë edhe gratë me hinë sobë burrave dhe... Roli tyne ndoshta shihet edhe në një rast. Nuk na falen sobë burrave. Edhe kur dolem Bajram Kelmendi, avokati i njohur që ka qenë prej pajtimit të parë me ne, pi thot Havës, shkon ju te gratë e kryni punë tash. Tash unë jam kon pak ma, tash lebre Bajram, s'po mundem na burra në co burrave, po dojnë këto. Po kryni këto. Lemos, ta se kime po. Shtundën tjetër, premten u takoshim me studenta për me bë orarin, po flas për komunë të Pejes. Kur Hava po thot, profesor po shkojmë që tu, tash Havë jem kon s'na kanë fal. Jo tha tash e falin. Ashtë për me e kia. E Bajrami të na thëjke, sa është që na dështojmë co burrav, lej këto rrisë se këto krynë punë. Dhe më thonë, nuk onë rol i pa për shkruan. Këto shot e Galica, ta? Po. Ah. Prandaj, në shtatore, unë po mendu fjallin e Bajram Kelmendit. Sa është që na burra dështojmë, le have në Mirvetin edhe krynë punë. E krynë. Shtylla dytë. Shtylla dytë ka qenë harmonia fetare. Lëvizjes, bilem kujtohet një rast e kom përmendur zikun, kur një gazetare huja e thiri profesor Mark Krasniqi në intervistë, unë isha afer.
Tha, po flitet që në Kosovë po dojnë me bo një shtet musliman. A i një shqiptarët e besimit krishter të diskriminuar, i tha, po, jemi. Tasha gazetarja tha, a bë një shembull. Po, tha, e pave sot, ne na quajshin na im krushqit e pajtimit në atë kohë. I pave tha tonve, janë, sa janë konë, 30, 40 kemë qenë kështu. 30 muslimon, një katolik. Qaj katolik tha ju prind tonve, qaj katolik jo mune. Tash e gazetarja si gazetare pak ma, pi thot, profesor, kjo mundet me qenë rasti. Dhe nëse o rasti, shko këshur në Drenicë, ati ki janë të nqetin që ju prind tonve. Këshur sa musliman janë sa katolik. Nëse duke ta kjo rasti, prap. Shqiptarët, na shqiptarët e komtarët, ta kemi Gjergj Kastriotin dhe nanën Teres, as njoni që jenë musliman. Jo, tha u bim. E mbyllim këtu, se mu përgjigje. Do me thonë, harmonia fetare ka qenë shtylla, 1, 2, 3. Mulla Gjevati don Lërgjirgji. Në misione me ta. Kështu direkt, njëni prej xhamie, tjetri prej kishe. Po, ndoni, edhe për shembull, në atë kohë jem shkuar në kisha në xhamia, nuk ka kqyr kush ku po. Edhe bilon e kom përmend një herë, tash nga herë historia e cjell. Pajtimin e parë kur e kemi bën raushist, njëri prej atyre palëve ka bëu ben Kur'an. Ishte mosmarrveshja si edhe tash kur mbas një kohë po pyeti gazetar. Qysh u bë pajtimi parë pi tregoj. Tha zoti Krasniqi një gabim, m'fal tha Bibla për shkruaj. Se Anton Qeta me Biblën, tash jo Anton Qeta me Kur'anin. Me Kur'anin. Edhe jetona na unë, edhe kom kur këtë se ka përmend na. Pse gazetari huj? E jashtëzakonshme. Vlerë e madhe këtij kombi me një ndër arsyet është se pyete pare se pse po shkon? Pse po shkoj është me mujt që to 3 vlera me ja kthy shoqënisë tonë. Se do t'i kishim punë, mos thon shumë më mirë, sikur t'i kishim to 3 sot, qysh i kishim kohën e pajtimeve gjaqeve. Po si mund të shërbej fryma e pajtimit, unitetit dhe dialogut që e përjetuar në atë kohë për ndërtimin e një Kosove më të bashkuar? O nem, nëse atëherë nanat, motrat, printan e kanë falë gjakun e djalit Hastretit. Unë e kom pa nanë që i ka falë 4 gjaqe, 4 djemja kanë ra. Nëse jem konë gjendje për çështje kombëtare, është domosdoshmëri sot, për çështje kombëtare, mja falë fjalë që ja them njëri tjetrit. Edhe urrejtja që u kriju ndaj njëri tjetrit. S'guxon me ekzistu, ose themi, duhet më konë shumë më e vogël se sa dashuria për Kosovën. Dashuria për Kosovën duhet jetë shumë më e madhe se çdo gjë tjetër. Edhe më ju tregu politikajve tonë që njerëz kanë falë çdo gjë të mundshme për një Kosovë të lirë. E tash është shtur për neve. Shumë herë që kanë dëgjojmë në kuvendin tonë në tonë. Në nivele tjera, për kur gjanë, ke thonë, a i një taku kështu kjo lista e deputetëve të LDK-s, më intereson që kjo frym, a mos ka fillu me marë... Unë besoj që pikrish për që të frym edhe më kanë ftu. Për me... Po, gjëra shumë bukura, na i ke thonë që në fillim, në realitet, ne prezentove programin tënë, ta quj kështu, që të ingranuar brenda programit partis, po tëndit si vlera tua, të një profesori, që e presim që, po, halo, më ndryshe, që ka me ndonë profesori me ofru në? Profesori, unë e konsideroj vete në gjithon që kam qenë profesori suksesshëm, jam prindi suksesshëm. Si profesori suksesshëm, në vitin 1996 e kom shru librin e parë, ABC kompjuterve, ku në parathanje shkruan që së shpejti edhe tek ne, njerëz me kompjuter do të punojnë nga shtëpia. Vilim kujtojt atër disa kolegëve ishin ajgarë, thëshim, rroga ka më marrë në shtëpi, a kemi me marrë në gjimnaz. O thësha, edhe ju që zini me punu, shumë shpejt keni me qenë analfabet kohës. Erdhi ajo kohë. Ose du të mu update, mu... Nuk... Edhe erdhi ajo kohë. 96, 30 vjetë, profesor? 30 vjetë. Parashikim goxha, se edhe në përbot ka qenë shumë i rrallë ky parashikim. 96-ën. Po, e kom besu kompjuterin, i kom besu ardhmëris, edhe kom pasi domosdoshme. Ose, unë tash që, besoj që, unë edhe dhe tash, kur shumë pak kom folë do t'a bëj këte, do t'a bëj ate. Sepse mendoj që rezultatet cilat i kom pas deri tash, flasim për to. Edhe,
Nuk flas do të bëj këtë, do të bëj atë, sepse vetëm ata që s'kan bërë kur gjon jetë, thonë do ta bëj këtë, do ta bëj atë. Unë jam shumë, e kom bërë këto, flasim, do t'i vazhdojmë që ato. Ka rezultate që tu. Për shkollë, do të insistoj në një ide time, për shembull që kom pas para 12 vjetë në një emision televiziv që kom thënë, dhe qëndroj, do të bëj çmos, që gjithë ata studenta nga Kosova. Në Oksigjen ka thënë këtu. Po. Në Oksigjen të besimi, a? Po. Se janë bërë shumë emision. Më falë. Edhe çdo student nga Kosova që i plotëson kushtet dhe regjistrohet në 100 universitetet më të mira të botës, shteti duhet m'ia pagu shkollimin. Edhe nuk na kushton shtrejt, sepse është vështirë mu regjistru. Tek ne nuk flitet që në Harvard, po i ki $200,000 tornat vjetore, ma pak se 200.000, i ki $199,000, shkollimi është pa pare, është problemi mu regjistru. Se pasaj shkollimi është automatikisht pa pare. Nëse ke kalu testin, Po, nëse ki e $200,000, se si ki e torna vjetore, torna vjetore, te vazhdon shkollimin ta paguajnë ata. Ata e paguajnë komplet. A kështu ka ndodhur me djalin tënd? Po, se si kom pas $200,000. Si ke pas 200.000? Edhe Qysh profesor si ke pas $200,000? Tjetër ko. Edhe vajza, edhe ka kryer Washington. Po ashtu, do me thonë, do t'insistoj që më ju treguri njës tonë, që ju vetëm mësoni, shteti mendon për ju. Shteti i Kosovës. Po dhe do të insistosh që shteti me bakte në realitet. Po. Për këta që mësoj. Kjo është një ndër arsyet se do një lloj stipendimi apo shtyrje hapje mundësive për të konkuru për me shku çdo ditë më ju treguan në gjimnaze, në për shkolla çdo kund, për televizione, që ju mësoni, ju e keni detyrë me mësu. Na kryjm këto punë tjera. Besoj që 90% do të ngritet shumë edhe niveli i mësimit në shkollat mesme, se fëmija ka me ditë që nëse mëson, e ka një shtet që mendon për ta. Edhe ka vendin e sigurum në universitetet më të mira në botë, e siguron jetën. Çka do t'i bindi fëmijët? Mësoni 4 vjet në gjimnazë, në shkollat mesme. 40 vjet e keni të sigurum jetën super të mirë. E keni 4 vjet, 5 vjet në universitetet më të mira botërore, se keni një shoqëri, keni një shtet i cili mendon për ju. Edhe do të fitojmë ne si shtet. Edhe do të fitojnë fëmija jonë. Se problemin kryesor sot rinia e ka në motivim. Motivim, pse me mësu? Unë i shohër fëmija rrugës, kur ju thomë kështu, do të po pse me mësu, pe kry fakultetin kamarjer. Jo bre, po çka thot, e përmend, filon shoku. E ka 9.5 notën mesatare punon kamarjer. Si me motivu? Kur i thuti shkon në universitetet më të mira në botë, e shef Harvardin, e shef Washingtonin, e shef ato. Edhe tjetër atmosfera. Ku ka mbet djali mas Harvardit? Për momentin, ka mbet në Boston, punon në një ndër 4 ndërmarrjet më të mëdha botërore, si këshilltar. Po, ne kemi shumë suksese në jetë. Në suksesi më i madh është e kem çliru Kosovën, që në ata janë. E kem pajtimin e gjaqeve, që është një ndër diçka biblike. Mirë po, nëse nuk arrim që fëmijëve tonë m'ja mundësu që në Kosovë me jetu si duhet, na kem dështu. Riza Krasniqi e konsideron veten dështum, nëse Drini nuk kthehet. E kam një pyetje pastaj ç'a të bëjmë që me po të pyeta praktikisht edhe për djalin edhe për vajzën. Ju i keni 2 vajza. 2 vajzat. Po. Që po ashtu kanë studiu jashtë. Po, vajza e dytë për momentin në Ljubljanë, besoj për 3 muaj duhet me magjistru, vajza madhe. Në shkencat? Ndikimi i shkencës digjitale në shoqëri. Përsëri aty ka baba. Po, aty. Tringa është vajza madhe, ka kryer në Washington, në Universitetin George Washington magistraturën, në ekonomi, diçka ndërmarrësi këto tash, po janë degë të ndryshme. Po edhe Drini në Harvard. Drini në Harvard. A Drini ja vunë për shkak Drinit? Ideja bashkimi kombëtar. Bashkimi. Se na rata vjetër e kemi. Se vetëm Drini na bashkon. O, jo profesor, çashtu na indoktrinojshit, na nauçojshim kundër Jugosllavisë. Çka më bën? Kështu. Profesor, të pyeta për fëmijët, sepse rrëfimi mirë i profesorit të suksesshëm, që i ka mësuar mirë fëmijët, që fëmijët një ditë janë regjistru, por rrëfim e tregimi mirë për të tjerët, se si hapen dyert e Harvardit,
se si hapen dyert e Washingtonit, se si hapen dyert e vendeve të tjera në shkencë. Kur të shkojsh aty, të nej profesor për mëson, modelin ti nuk metesh më i varur a ka më mështin puna i tjetër, as ka më mështi. Nëse nuk shtin punë, nëse ky vend jo nuk krijon vend e pune, këta njerëz gjejnë vend e pune dika tjetër. E rëndësishme është t'i kthejmë e t'i shfrytëzojmë këtu. Si e mendon modelin që ndikimi juaj në aspektin politik e pastaj të zhvillimit ekonomik në përgjithësi të vendit të bëjë që të rinjtë tanë të mos migrojnë edhe nëse i mbarojnë shkollat e mëdha nëpër botë, po të kthehen në atë dhe ku do ta kenë vendin e merituar, e të respektuar, po do të jetojnë mirë, por mos me kërku më shku jashtë. Unë kom shumë mos paveshë kur thojnë Amerika vendi mundësive. Unë thëmë ma shumë se Amerika, Kosova vendi mundësive. Sikur Kosova, e shpresoj që do e kemi, se mbetën pare, po a thanë atë shtyllën e tretë, që thash mundohën atë 3 shtylla. Shtylla tretë lapsus lingve, ke thonë e treta mendova që mbyllëm. Po? E treta është ndërshmëria udhëheqjes. Mu vjen keq me thonë, po, profesor Anton Qeta ka vdek materialisht i varfër. Po. Profesor Mark Krasniqi ka vdek në një banesë që ka marrë para 40 vjete. Edhe, pas sa vite zhuban për lëvizjes për pajtimin e gjaqeve, ende nuk ekziston një njeri që thot i kom dhënë 10 marka për pajtim. Do të thonë gjithna që kemi vrapu me parët tona, me harxhimet tona. Edhe, sikur këto 3 shtylla, unë besoj që do ja kthejmë shoqërisë shumë shpejt me angazhimin ton. Kur këto 3 shtylla do të jenë Kosovë, na do të jemë tjetër Kosovë. Çka mendon që vendet udhëheqëse duhet kuptohen si vende në shërbim, e jo vende për opcione dhe mundësi egocentriste për veten e tyre? Unë kom besim të plot që vendet udhëheqëse duhet të jenë shërbim të popullit. Edhe kom një bindje timen. Se mund kanë thonë disa herë, ke kontribu shumë, Thëmë qaj që kontribon shumë, prej Zotit i ka dhuratat. Unë dhuratat i kom prej Zotit. Na e kem sot një jetë, që unë, kër jam këthy prej luftës, 40 vjeqar, më mba thonë dikush, që gjysën e qetyne që i kam sot, unë, ju, tjetri, unë isha dek për gëzimit, e kisha në nëshkru. E sot, prap të pa knaqun. Në këtë aspekt, duhet me këqyr pak. Kosova është vendi mundësive dhe do të zhvillohet. Unë mos me besun këto, unë nuk isha kandidu. Se i kom gjithat, s'kom nevoj me... Çfarë duhet bërë, kështu, ma konkretisht që rinijat mos e si shprehës migrimin, po të mbetet në... Sepse po du mu nisë prej fëmijëve tu, që kanë kriju pavarësinë intelektuale, në ma e guri me i qita ta do të gjinden sot. Spari, kur rinija e merr vesh që ka shtet, se shteti po investon to, ndryshe mendon. Është një obligim moral. Ne më na u kthy 3/4 të Harvardit. Kosovës nuk i duhet, na nuk jem 100 milion njerëz. Me qenë janë 1000 e mas 4 vjetëve me na u kthy gjysa? 100 më kthy. 100 Unë më besoj kthy. që të gjithë kthehen, sepse Kosova është vend i mirë. Bile djali shpesh thot Kosova vendi se fas. Mos harrojmë që në Amerikë punohet. Djali tregon, thot kur na lëshojnë ora 10 ose 11 mbrëmje, shkojmë gëzushëm në shtëpi. Po flas për hane, marte, mërkure, ejte, premte. Premte thot diku deri ka ora 9. Do të thonë atje punohet. Bile kur isha në punë, thoj ke ku je babi tu i pi kafe. Qysh bën babi thoj kemi pi kafe në orar të punës. E këtu e kem disiplina ndaj punës. Një doktor i till i suksesshëm si puna e fëmijëve tuaj, që janë model i mirë, po model i modelit i profesorit, që unë besoj që nxënësit tuaj po na dëgjojnë, edhe shpresoj që ju rritët shpresa edhe më shumë se si ovë pe votojnë profesorin edhe barëm në një segment do të godasim mirë. Po, ky doktor i suksesshëm në Salzburg, në një punë që e bëmte në një spital tjetër, dhe në atë përshkrimin e raporteve, marrëdhënies, e marrëveshjes që u bëpër, e para ishte licenca që ishte shumë e rëndësishme për atë spitalin. Edhe tashi, një 2 djemë të cilve ju flisnim se mirë është me mësu, thanë, e qka është kjo, i thash, a peshe, kjo si të vjerë diplomen, ka pare. E pastaj, kur të fillon edhe me operu, ka edhe ma shumë, i thash, adin kjo si motiv. Edhe dëshira për me jetu në Kosovë, se djali jam kur vjen këtu,
mos thonë populloshi, është dikushi, të në këqyrin. Në Amerikë është 1 ndër 1 milion a 10 milion. Këtu është faktor, ndryshe bisedohet. Edhe dëshira me qëndru në vendlindje, është dëshira më normale në jetë. Këta tonë që jetojnë jashtë, nuk jetojnë prej që kanë dëshirë me jetu. Se s'ka njeri që s'ka dëshirë me jetu në vendlindje të vete. E ne do të zhvillojmë Kosovën, të betohem, që kanë më e kem obligim. Pa, sigurisht. E kem obligim. Plus, sot mundësia e komunikimit, e interkomunikimit shkencore, diturine, në kohën tuaj, përvetimen, disa luftë, sa përpjekje është dashur me bë për me siguru literaturën. Sot, veç prekum kompjuterin, ato që e ke thonë në 96-ën, hapet dritarja e biologjisë, kimisë, astrofizikës, fizikës, çka u bën në Amerikë sot, e shohim në Kosovë, edhe mund ta zhvillojmë. Mund pyetash çka të kujtohet për fakultetit, kujtohet kur një shok na patru për Beogradit një libër osove elektrotechnike, serbisht. Ajo ko një ndërdit të gëzume një teme si student. Absolutisht, bazat e elektroteknikës. Bazat e elektroteknikës, Jovan Surutka, kur na ka pru një shok librin. Kurse sot, njëjtën informatë që e merë fëmija jonë këtu, prej CNN-it, njëjtën sekondë e merë edhe djali jam që është në Amerikë. Nuk ka dallim. Prandaj, do të kthehen Kosovë, edhe të betohem që ka me tarë që di sa kemi, se edhe kur ja kemi njësë levizin për pajtimin e gjaqeve, ideja ka në 32 gjaqe, mi falë. Se e kom lisin janë... Pse 32? Se janë 32 të vrarë deri atër, për policisë sërbe. Edhe një farmyre me i... Simbolika. Simbolik. E më barrit e mbi 1000. Mbi 1000. Edhe këtu kemi me korë sukses. Edhe kulmin. Edhe këtu... Po të betohem. E ke këtë shpresë? Jo shpresë se kom besim të plotë. Sa je optimist për të? 1.000.000%. Sa më profesori. Në këty 40 vjeqarë për i lusë. Edhe kur jëmë këtu në shpe, krejt ka qenë e djekne. Me një nanë plak. Si Feniksi u ngritëm në... Shoqja 7 zane. Do më thonë mund të 2 bëjmë. vajza. E kem obligim dhe do të bëjmë bes. E kem obligim dhe do të bëjmë. Qa roli mund të ketë diaspora në zhvillimin ekonomik edhe institucional të Kosovës, me që flitet shumë në luftën për vota, tani për diasporën, ata dhe veç për rrisi numrin të u regjistru? Mendoj që një ndër lëshimet të qeverive është se nuk kem pas kujdes të duhur ndaj diasporës. Diaspora pare ka, dëshirë mu këthy ka, po ne ka i herë. Edhe ato pare i kanë pru gjithë? Po. E si kanë alë hiç? Ne nga i herë nuk kem ditë mu sjell me ta. Ka qenë një byrokraci e tepërt. Për një dokument jem sjell jo si duhet me ta. Tash edhe kur je jashtë atë dheut, edhe kur do një gjë me bë për atë dheun, e atë dheu pak nuk të pret si duhet. Është një zhgënim. Sigurisht. E na duhet atë zhgënim. Mi u tregu që ato janë të shkuara të harruara. E janë i tash edhe keni pas krejt dyrt e hapura. Na kem nevojë për juve, ju keni nevojë për neve. Nuk po pyesim kush ka më shumë për tjetrin. Se nevojat janë qas të mëdhaja prej neve për ta. Dora për dorën, zemra për zemrën, shpirti për shpirtin, se jemi nes, kemi ku shkojmë. Që është të vërteta, unë profesore tham shpesh në këtë emision, në sidomos në 50 vjetë e fundit, ekzistenca substanciale e këtij veni u varë prej asaj që na ka marrë diaspora. Se na kontrobrum. Diaspora na ka qu pare, na nuk i na shpërngull bashk, i na shpërngull shumë, po si mi shpërngull bashk. Pastaj në kohën edhe të zhvillimit vendit, se tash këto remitanca, në realitet qeverit është dash veç me i orientu në zhvillim, që ata me pas një feedback për vete, me pa, e me i thonë djalit e qikës, si jënë lerë rrit atje, ata i thonë bab, qa u bo kështu të njetën atu qu pare në Kosovë, me i thonë, ajo, se i kemi filon vene, përse që profitojmë që kaqë. Se ai që ta bjen parën ta ka pru zhvillimin. Në zhvillim do të me përfitu dy partë, se ajo është veç me ta falë, nuk kështu e mendoj, profesor. Është ndër mëkatet më të mëdha, mos përdori fjalë tjetër. Pse mungon një bashkëpunim i dyanshëm me diasporën? Po ajo është vllavi jemër, po ajo është motra jeme. Edhe ai, shiqoni sa shtëpia blehet. Ishim një ditë në Deçan, dajtë e mi. Mbi 1 milion kanë investuar në shtëpia, shumica të cilave janë zbrasta. Dhe po flasim me ta. Edhe po maftofen apet. Than, siguron ati, apet na 1 milion investojmë. Tjera. Kem ka pun tulla mo nuk investojmë. Po, le tjetë shoqëria si duhet, edhe le të na garanton. Se shumë ma me dëshirë
një diasporës investon këtu, se sa që shkon në një vend Po, tjetër. sigurisht. Sigurisht, të gjithë e shohin shpresën, atë shpresë duhet më bo ashtu si që thoni ju, me një optimizëm 1000% e keni thonë. S'keni thonë 100%, 1000%. 1000% se s'kem tjetër rrugdalje. Si e shihni bashkëpunimin mes brezave, profesor? Se keni përvojë në këtë drejtim, dhe përvoja e gjeneratës tuaj dhe energjia të rive tani. Po shqyqa, çdo herë ka ekzistu luftan mes brezave. Si jemi të sinqert. Është edhe ai filozofi grek, para 2000 vjetëve, që thot, jemi dëshpëruar në rininë e sodit, rinia s'ka me pas ardhmëri, s'ka me pas, po kjo është që 2000 vjetë. Edhe ne që ashtu nga herë na duket që rinia, edhe une, kur jom rrit në atë kohë tash muj me thonë kështu ashtu, po mendojsha me krejt shokët e mi, unë kom kry fakultet, baba është i pa shkollë, unë e di ma mirë se baba. Është një vazhdimsi. Por, tash e kem kuptuar dhe do e kuptojmë që nëse kinezët mburën me Konfucin, që konë para 4000 vjetëve, nëse grekt, asë një fjallë për asë një filozofit nuk e hekin, edhe ne duhet atë menqurin popullore, që është menquri shekullore, të shfrytëzojmë shumë ma shumë. Se në ato menquri, ekziston një filozofi e përjetshme, ekziston një shkollë e përjetshme. Po që duke se ka mbetë përjetësisht të i sot. Po, do më thonë, ka vlera, edhe tash, ka fjali popullore që një roman duhesh me shkru. Fiks. Edhe, po Anton Qeta me një fjali e thojke. Edhe një në shprejt për shumë që po më kujtojt ka qenë, as me miq, as me anë miq, gojen mos e fliq. As me miq, as me anë miq, gojen mos e fliq. Profesor, kur synon rrugtimin për në parlament, e që unë dëshiroj në Unë do të verzion. mbri ato, do të mbri. Do t'jem antari kuvendit. Këtë optimizëm e duhet të ma të, profesor. Kjo e sa e mirë. Me gjitha të përsëri insistohet, në media, insistojmë, ka një pyetje kështu, po, si do të ndjehet më ndryshe prezenca jote në parlament? A me zërin e fuqishëm, me përvojat që do t'i përcilni, me kërkesat, me propozimet, me punët ekipore? Do të mundohen atë gjithat. Tosh, në përndo një projekt, ku që nduhet, Ministrit e Arsimit do t'i shkoj çdo ditë në zyre, e po llogaris se jam këmgullës në ato. Sikurse, në atë kohë për pajtimin e gjaqev, se s'kem lanë gur pa levizur, edhe nëse për shembull na u ka desht Naimi me fal një gjak. Naimi na thoi ke jo. Na pyetshim kush e ka shok Naimin, kush shoqërohet më shumë ti? Shoqërohet doktor Iliri. Shkojshim te doktor Iliri. Doktor Iliri në shtishim me fol te Naimi. Nëse s'kish sukses, qyshim apet me kon të shoqënohet, qysh, kon dhe ka kushëri, kush ndikon. Qatë përvoj, zdo të la guri pa leviz. Për çfarë do projekti që e kom? Ose, unë besoj që si deputet, edhe njerëz në rrugë kanë më mdalë me thonë e këm qëtë projekt mirë. Edhe me ta kom e shku, te ministri, i arsimit, i ekonomisi, tjetri. Se nga njëherë, ta ministrat jënë të zanun e harrojnë, po duhet shpesh me u rikujtu, është projekti i mirë. Besoj që do të kërcënohena edhe me media, edhe jo do të kërcënohena, po do t'i thomë, nëse që ky projekt nuk realizohet, që është i mirë. Unë le dalë kallëzoj, bile. Po, ose jepe arsyetimin, pse s'po, jo vitin tjetër, jo vitin tjetër, studenta do mi si vjetë. Vitin tjetër flasim për projektet e vitit tjetër. Si e sheh Kosovën në zhvillimin e saj mas një 5-10 vjetë? Se tash ka zhvillimet më të shpejta, më energjike, më Nuk mund me thonë fulminante, ju thëmi nuk mund me thonë si Zvicra, po dallimin mes neve dhe Zvicrës do të zvoglohet shumë. A do të zvoglohet shumë? Do të zvoglohet shumë. Profesori optimist, Po. e që na ka thonë do të flim parlamentin. Ne prej zemrë të urojmë sigurisht rrugtim të mbarë në këtë drejtim. Po, cili është mesazhi juaj për qytetarët në përgjithësi, thjesht për Kosovën, për vendin, për zhvillimin, për jetën? I kisha lutë, tregojshin se ne prej Anton Qetës flasim ka pak edhe me këto tregimet e vjetra, me pas luftës një Amerikan, del me njenin, punëtori, edhe një përktys vetin edhe do me blenë një baston. Edhe kur shkojnë taj që shet Boston, ky thot, është një Amerikan, edhe e merr kështu që është na i mshojnë Bostonit. Edhe ja zgjedh një. Ky Amerikani e pyet çka? Çka po bën? Thot pe zgjedh Bostonit. Thot qysh po pe zgjedh Bostonit.
i del Bosfani mirë. Shkon edhe të nesrit i del i mirë. Shkon edhe të mas nesrit edhe i del i mirë. Edhe i thot këti përkthyesit, më në shumë të të kishit ju mi zgjedh politikajt, që shpi zgjedh shrit Bostona, kishit mi pas punë shumë ma mirë. Ka përësisë mundësisht, kur shkoni të kutia votimit, mendoni kush prej tyre do i kontribon Kosovës mas shumë ti. Edhe Kosova do të ecë përpara. Jo konde kom djalë tezës e të halës e të miqës. Shiqoni listën, ka njerëz të shkelqyshim aty, edhe pyetja kryesore, që ja bani vetit është, kush prej tyre do i kontribon Kosovës? Profesor i nderuar, familja juaj përbëhet, folëm edhe për Tringen, për Drinin, Rinën dhe zonja juaj? Shpresa. Ajo i ka meritat kryesore për fëmijë. Pikërisht të doja Ajo i ka, po, nuk do në me dalë televizor. Sigurisht ka hjek mas shumë të Po, po, se unë me aktivitete, me si na burrat që... Po ju ka suportu, nuk është tanë ku, Ja kur edhe. Fëmijët i ka njërën fëmijët, prindë e mi, unë kur borgja saj si dalë. Se është një bashortë ideale. Shpresa të përshëndesim e të përqafojmë për këtu dhe do të përfasëm. Profesor, këto pajtimin e gjaqeve pak du të aprikë edhe këtë temë, se na jemi në fund në realitet, po më banë përshtypje, se ka funksionu si kur të ishte një kushtetut me vete, si kur të kishte një statut me vete, si kur të kishte regulore me vete. A i keni shkru në këtë forma vonë? E kemi arrit që populli me na besu, kemi qenë ndershëm, tregova për para që s'mundet kur kush me thonë, edhe kur të beson populli e donë shumë Kosovën besim. Kemi një popull, mësë me thonë, madhështor, po është ma shumë se madhështor. E binde ti që e ki të mirë për Kosovën, o na i ma bazi, a i ka me ta thonë shpirti. Edhe e ka pa në fillim, që është për të mirën e Kosovës, përse ata i kanë falë gjaqit. Nëse ne arrim një ndërshmëri të tillë, tani me zbatun parlament, keme pa çfarë populli kemi. Nevojitet ky vullnet, apo? Po, është i domosdoshëm. Edhe pse kemi falë gjaqet, thash, kur populli i shet që to veçoritë e njerëz, është gjendje çdo gjame, po. Na jem veçoritë njerëzore. Na kemi një popull të mrekullueshëm. Ky humanusi me qenë tamam humanus. Po. Pa atë pjesën e ertë, homo homini lupus est. Ju mjek t'i dini këto ma mirë. Shumë ma mirë, men sa na, incorpore sa na. Mendje shëndosh, se do të kemi edhe trup shëndosh. Po, edhe do të kemi një Kosovë shumë të shëndosh, edhe një Kosovë shumë të përparume, që ka me qenë knatësi me jetu në ta. Kësaj rrugë ju kenis me shumë pozitivitet, me shumë optimizëm, me shumë dashuri, edhe ne kemi shumë dëshirë që të realizohet kjo, edhe të urojmë punë, rrugtim e suksese në këtë drejtim. Faleminderit Naim, po mos ta kishe pas këtë pozitivitet ti, që sa vjetë për mbanë Odeonin. 16? Me pa fillu, me thoni, kom dërskom ca këto, kom ato, kom këto. Ku ishim në sot? Jo. Mirë është mësë me mendu ashtu. Ma mirë le të mendojmë, pse themi mirë mëngjes? Se dalim, mirë mëngjes, mirë dita, mirë mbrëma. Edhe se themi veç një shqiptarë, po në për flasë Shqip, e thëtë gjithë njerëzimin botë, e se e donë të mirën. Mirë është e mira me dominum mbi të keqen. Dhe edhe njëherë nga zemrat falenderoj që ishë mësafir, profesori nderuar, shpresoj që të kemi dhonë pak mbështetje në shpalosjen e atij libri të jetës tënde, që si profesor, e si njeri, e si baba, e ke shkru mirë deri më sot. Faleminderit, profesor, ishte kënaqësi. Kemi kaluar në një moment të veçantë. Zonë e Zotri, ajo është një kompozitor, është një tekst shkrues, është një artist, është edhe profesor. Janë plot këngë që identifikojnë emrin e tij, po dhe vetë emri i tij identifikon plot këngë. Dhe sonte është mysafiri ju një veçantë që vjen në spektaklin tuaj Odeon për ju, për ne, për të gjithë. Hekuran Krasniqi, Heki. Nëse gjitha fanderit shumë, gjatë ju, Wow.
E heki pata dëshirë në këtë mënyrë, edhe pse ne veç sa po e ndoqem një këngë tuajën, dhe të falenderojmë për këtë, po desha në këtë mënyrë të fus në studio, sepse absolutisht e meriton dhe ka goxha një kohë që nuk kam pas musafir. Mendova që s'kam e pas emocione veç, për një me u emocionova në mënyrën se si unë prezentove. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Unë besoj që s'kam shtu asgjë, bile kam lënë plot pa thënë nga ato që mirë se erdhe. Mirë gjeta. Si po vete, si po shkon kënga, për Hajr Bajrami, se jemi në festen edhe juve dhe të gjithë spektatorëve, gëzuar festen, shëndet, barësi, gjithat mirat. Heki, jina mësu me të thonë Heki dhe tashi, të pengon kjo? Ja, as pak. Sepse të njohin Hekuran Krasniqit gjithë, me këngët tua, me sukseset që i ke pas në për vite, e thash se plot këngë janë identifikuar me emrin tënë, po dhe emri yt ka identifikuar plot këngë dhe plot hite në për të banë shumë në botën e muzikës? Po, muzikë nuk është kur mjaftueshëm, njeriu sa të ka fuqi, energji edhe ndjesi të mirë, ai për herë duhet të kontriboj në muzikë, ashtu kësaj edhe unë po përpiqem thjesht të veproj dhe jam shumë i freskët në këtë drejtim edhe normalisht kjo vjen si rezultat ose derivat i njerëzve të mirë dhe energjisë mirë që të rrethakon. Edhe kjo është një prej arsyeve që kur delti dhe e tregon para të gjithë atyre që të ndjekin se je të bo diçka dhe dikush për të sheh, po të ngon dhe po kënaqet me ty, kjo është një arsye më shumë që ti më smunon. Ti goxha ke bën një farë mozaiku shumë të bërë mirë, do më thonë, ka rënë secila pjesë e atij mozaiku në vendin e tij, sepse kënga sigurisht ka qenë fillimisht një hobi juaj. Pastaj kompozimi, pastaj di që ke shkruar edhe tekste, orkestrim, realizime këngësh, klipe, bashkëpunime të shumta, profesor, vazhdon? Po jam unë aktiv realisht në botën e multimediave, fatmirësisht edhe normalisht kemi një kualifikim para prak për të gjitha këto që i the, por sa i përket muzikës, publiku i gjerë nga një përmes punës tonë muzikore dhe unë jam përpjekur thjesht të rri këtu që mos të angarkoj shumë me këtë pjesën tjetër duke u referu paka shumë pa modesti për ta thamë Mr. Binit i cili thotë se publikut nuk i intereson shumë suksesit. Edhe unë nuk kom dash mi ngarku me të gjitha këto ndoshta përpjekjet ekstra të mijat në ngritjen e cilësive dhe në ngritjen profesion, sepse kam vlerësuar që kënga, zëri, teksti, muzika është ajo çka i duhet nga unë. Dhe nëse më ftojnë për të dhënë një kontribut në fushën për të cilën jam i kualifikuar, ajo duhet të bëhet në vendet e duhura, në tavolinat e duhura. Çdo gjë në vendin e duhur, çdo gjë në vendin e vet. Jam përpjekje pragmatik dhe përgjigjja saktë e asaj që thatë si hobi, realisht unë kam trashëgimi këtë si them virtyt. Muzika, arti ka qenë për herë në familjen tonë dhe fatmirësisht unë thjesht rodha nga ajo familje dhe i shpërfaqe e vazhdove traditën. Të gjitha këto vlera. Veç e kultivove pak më mirë, më shumë, mundësit ishin, koha e bërit veten. Cilat nga këngët tua, se na kemi folë për karrierën tënde, kështu edhe në përgjithësi, cilat nga këngët tua ka një histori të veçantë? Realisht, në secila fazat jetës njeriu mund të ketë momente ku përpiqet të thurë vargje të cilat prej fazës së shkruar vjen deri te interpretimi, pasurohet me muzikë, me një tingull të bukur, edhe përpiqet të përçojë një mesazh tek dëgjuesit e muzikës, dhe ti preokupohesh me tekstin, që do të thotë tematikat janë shumë interesante. Tematikat, për shembull, menjëherë pas luftës kanë qenë kryesisht argëtuese për dashuri, edhe mosha ka qenë e tillë kështu me radhë. Pastaj zhvillimi shoqëror në përgjithësi ka ndikuar në zhvillimin dhe përgatitjen tonë edhe intelektuale, edhe jemi, si me thonë, ballafaqur me një të vërtet çfarë bëjmë tash. Por ju, ne dhe të gjithë ata që po na ndjekin janë dëshmitar të zhvillimeve shoqërore në përgjithësi dhe natyrshëm janë përpjekur thjesht t'i përkushtohu muzikës edhe në disa aspekte, sidomos në kultivimin e vlerave të luftës, në kultivimin e muzikës mirëfillt shqipe, ku vjen në shprehje melosi shqiptar, elementet të muzikës polifonike, gjithashtu edhe të tingujve të çiftelisë kështu me radhë, që ato të jenë të pranishme në atë llojshmërinë e muzikës që e kanë bërë nëpër vite, dhe kësaj jemi përpjekur që të mos lejmë anash
tematikat të cilat neve na ka dok se kemi mujt me i bo. Po thash se nuk përfundon kur, por sfidu se sigurisht është ta dim për çka me knu tash. Se ta në kohën dashuris, nuk është kur bo me knu dashuris, po për një artist është shumë e rëndësi me qeni përfshirë në temat të ndryshme. Mendon dukurit të ndryshme të jetës që përbëjnë ndërthurin jetën tonë, janë frymëzimi i krijimtarisë të ndryshme që në kërkim e sipër i gjen. Patjetër, se motivohet njeri. Dhe kështu lind një frymëzim për një këngë të re. Po, më mbet e bërë për pyetjen. Hajde përsërit më, ka mundësi. Një histori që e bën të veçantë një këngë tëndën. Tash me që është numri i madh i këngëve, dhe tash ChatGPT-ja përgjigjet me të para. Ndërkaq një njeri si unë dhe si ju dhe si gjithkush tjetër i vim pak kohë me mendu, jo rastisht po frazoj në këtë mënyrë. Kjo më ka dhënë mundësinë që t'jemi relaksuar, të përgjigjem në këtë mënyrë dhe artistat e ri që na shohin, ta marrin këtë model, nuk ka nevojë me qenë të shqetësuar në asnjë aspekt. Edhe kjo, që thuhet diçka dhe ta zbulojmë në nxehtë nuk do thotë që thotë ku me diçka. Janë disa vlera artistike njerëzore të cilat duhet i përçojmë tek ata që na ndjekin. Dhe në këtë rast imagjino si do të përgjigjem, duke mos e dëmtu krejt këtë opus të muzikës që është në numër kogja i konsiderueshëm, se jo vetëm këngët e mia, kam përgatitur këngë edhe për të tjerët, kështu që për mos me i hin hak krijimtarisë dhe teksteve të shumta dhe muzikave të shumta, ndoshta do ta kujtoj ajo më mbyti këngën me Fisnikët, e cila i ka kaluar 100 milion shikime tash, pa kurfar sponsorimi, pa kurfar tendence me shpërndarje, do të thotë populli dyqysh reagoi dhe pëlqeu, përçafoi dhe i dha jehon krejt kësaj pune. Absolutisht. Zemra sa e don, ti nuk e imagjinon. Këto janë vargje që i kum shkruan me fjalë tjera. A vargje që i ke shkruar? Ka bo Agimi. A të tjera ti ka bo Agimi? Ti knova ato që i kam thurur. Dhe megjithatë do doli një këngë e bukur, ndjeje që kjo do të bëjë një jetë kaq i madh dhe nuk u bëre fare xheloz që ta bësh për vete, të mos e bësh për të tjerët? Sa pyetje interesante, Naim. Unë i ndjej të gjitha, por se a bën as bën hite, thash se verdiktin e merr populli. Por a dyta, a ke ndje se është këngë e mirë, atëherë po ri përsërish në shpejtësi se çka ka ndodhur. Ishte ora dikun 2:30 në mëngjes nëse s'gaboj dhe e mora telefonin instinktivisht me thirr Agimin se e ndjeja çaj duhet me kënduar. Është e çuditshme. Megjithatë kur po shosh vonë ja shkruaj tani mesazh se thash sigurisht është u fjet. Agimi mu lajmëru të nesër mend dhe tha mirë, do ta dëgjoj nëse më ngjiz, më pëlqen edhe e bojmë patjetër atë. Tash, miku i tij Joni i përbashkët Besimi gitaristi tha heke edhe Erzeni, shpresojmë që Agimi të përgjigjet se i ka disa karakteristika ai vonon shumë, deri në 6 muaj një tekst me bo. Unë se kisha këtë informacion dhe thash nuk e besoj be, na tha ku më ditë po shnash si do që jetë, nuk është problem. Mas 2 ditë erdhi me tekst Agimi në studio. Gjatë që si kish bova ki do të thotë edhe ai me mënyrën se si reagoi e dëshmoi edhe një herë se ka një melodi, një fshetësi. Ashtu deshte i madh i Zot dhe u bë kjo punë dhe publiku e vërtetoi se kjo këngë do të rezistojë nëpër kohë. E kom pas si pyetje, cili bashkëpunim ju kalon bresa më shumti? A mund të jetë ky bashkëpunim që ju kalon bresa më shumti kështu në karrierën tuaj deri më tani? Kjo është një bashkëpunim që, si më thon, ka gjetë vend pak më shumë në zemrat e dëgjuesve në mendjet e tyre. Është këndu më shpesh se bashkëpunime të tjera. Kështu që edhe mos më pas dasht gjërat kanë shkuar në drejtim, që bashkëpunimi ta ketë një po ta imponon diçysh sepse është veçu. Po përgjigjja saktë është se të gjitha bashkëpunimet e kanë, si më thonë, atë bukurën e vet. Ti ke fituar edhe çmime edhe në festivalin e videoklipit shqiptar edhe në festivale të tjera, po a ka ndonjë këngë që mendon se nuk e ka marrë vlerësimin që e meritonte? Po për fat keq ka. Ka. Për fat keq sepse je zgënjur, je mërzit, ke reaguar, ke bërtit? Faktikisht nuk jam mërzit, por jam përpjek me kuptu pse. Edhe sigurisht është me pak fjalë po përgjigjem, ka shumë faktorë rrethanor që ndikojnë, që për shembull një prej këngëve që ti ndoshta pritshmëritës atij materiali i ki të jashtëzakonshme dhe ja që nuk ndodh ashtu dhe jam përpjek me kuptu pse, do thotë shumë faktorë rrethanor. Sot jetojmë në çfarë kohë jetojmë, në të gjithë e dim, domethënë rrjetet sociale për çdo ditë ka një tip update ose riformatim të mënyrës së operimit përmes mjeteve të informimit dhe ti duhesh me bëni sponsor, duhesh me ditë çysh me bëhat sponsor ose me komuniku me një grup ekspertësh të cilët merren ekskluzivisht me paraqitjen e
materialitan tje, di shumë se dikur u dash me shku në televizion dikon dhe tje, bo ill, sepse ajo ka qenë mënyra se si kemi komuniku, sot kanë ndru këto norma, nuk do thot që i dim të gjitha, dhe ndoshta e kun kuptu pse dhe ka herë nuk shkon deri te veshit dëgjuesit. Një rast shumë interesant se muj me veçu këtu sa i përket muzikës, ajo më mbyti që përmenëm pak ma herët, një vepër që kam bërë vetë, në 6 muajshin e parë, dikun nuk i ka kalu 50.000 shikime. Do me thonë, 6 muaj ditë kohë, dikun ka 50.000 shikime ka shku edhe. Mas 6 muajve, ka fillu me hec, njerëzit e kanë pëlqy, ka vi kohë për me shku deri te duhe një tik. E tash nështë këtu kisha mujtë me thonë, ej, dëgjus të muzikës sime, ju mundimi pa punë të mija, nështë balafaqoni me naj kongë që dita e ka dalë para 3-4 vjetë, ju e dëgjoni si premier. Kaq mu i mi thonë, për mes të emisionit tonë, sepse mënyrat janë të ndryshme, kërkot angazhim, por ndoshta na ime dhe mosha për bëjgat veten, edhe ti nuk po mundesh me ndjek se cilin hap me qeni pranishëm sikur dikur që kemi shku në festivale, në emisionin xhirime kështu me radhë kanë ndryshu pak normativa sjelljes këtij drejtim, por miqtë vetë nuk harron si puna jote sepse edhe këto respektojnë vlerësoj shumë. E di që kjo ka një feedback të mirë dhe jam i njohur. Tash është kriju, mirë, moshën e përmendë shumë herët, po tash është kriju një karrierë. Ti jeni dritare shumë drejtuese, e shumë edhe një pistë ndriquar e shumë krijuesve të arshëm, nëse do të pyesnin cila do të ishte porosia jote për krijimtar të ri. Po, ndoshta ajo ma thjeshta, ma e perceptueshmja është që ata fillimisht vetë duhet të ndjehen mirë, sepse një krijues duhet të jetë me vetveten e vet mirë. Çdo gjë që përpiqet ta çet ndoshta prej disponimit, ata duhet të gjejnë mekanizma si ta marrin veten më të mirë, veç me veten e vet kanë punë. Do thotë kjo arrihet përmes leximit, përmes filmit, përmes shëtitjes, përmes dhënies dashurisë pafund ndaj të tjerëve, tu fillu pe familjarëve e më gjerë, sepse kjo është mënyra më e mirë si ty të forcon edhe me një farë mënyrë të jep të drejtë të reflektosh dhe ajo që ti e bën ndjehet nga të tjerët. Kjo është formula ime. Nuk ka këtu magji, nuk ka këtu çelës tjetër. Vetëm gjendja jote personale e mirë kur ti i qe, do me thonë, je tipik artist, do me thonë, e kërkon të bukurën ti shumë lehtë e gjenë. Nëse ti nuk je mirë, edhe me një farë mënyre, se provokosh, na këtu po jetojnë, ka shumë, për së ditë na bën nervoz në komunikacion, diçka, do me thonë, përpjekja kryesore është se ti të gjesh paqe me vetë, ti jesh rehat, ti jesh i lexueshëm, kesh informacion sa më shumë, sepse shkallën krahasuese atëherë do ta kesh ma trafinuar. Kjo është mënyra që unë mendoj. Sa më shumë që të kontaktosh, të perceptosh, se muza rrinë ndezur e heshtur, veç duhet ta zgjosh. Sa muza rrinë e heshtur e ndezur, veç duhet ta zgjosh. E heshtur e ndezur, veç duhet ta zgjosh. Sa ka luajtur rol dhe luan familja në krijimtarinë tënde? Familja është shtytësi kryesor, për arsye se si në gëzime, si në idhnime, ti duhet të jesh pranë tyre. Kështu që edhe në punë, edhe në karrierë, edhe gjithmonë tjetër. Kur e keni përkrahje nga ata atëherë ti vetëm se vetbesimin e ke në nivelin e dur. Pastaj me njohuritë që ke, me tipin që ke, me gjitha ato virtyte që u përposa ti them me disa fjalë, ato vetëm e zgjerojnë atë rrethin, range-in që i thonë këta, rrethin tënd të përkrahjes dhe të mikpritjes, të mirëpritjes dhe të përkrahjes përfundimisht, edhe kjo është mënyra që ti edhe vjen në shprehje ndoshta se familja është definitivisht më mërmenja që është A-ja, B-ja dhe C-ja kësaj punë. Po të erdhe nga një familje me pedigre në këtë drejtim. Në realitet, të erdhe në botën e këngës ishe i mbushur me tinguj. A mund të themi kështu? Ishe i mbushur me tinguj, dhe tani kjo duhet shpërthente në një formë tjetër, me risi, me gjetje të reja, por rënja ishte. Po, ishte, vërtet. Kush ka kënduar kështu në përgjithësi para teje në familjen tënde? Po, të parët e mi, s'po thonë baba, po të parët e mi, ata për herë kanë pas muzikën, artin muzikor dhe artet e tjera, kuptohet. Kanë qenë për herë në familjen tonë. Unë jam rritë me një familje ku muzika nuk diskutohet se ka qenë e pranishme, si nga ana e atyre që kanë luajtur në instrumente dhe kanë kënduar. Unë jetëm ko është lujt edhe shah mirë, është skiju mirë, është lujt ping-pong mirë, është lujt futbol mirë, është lujt karate mirë. Unë kam babën dhe 6 vllaznit e tij, dhe më thonë gjithsej në 7 djem halla s'kam,
aty ka pas disiplinat ndryshme, do me thonë. Pse 7 kanë qenë? Janë ende, Janë fatmirësisht, 7? po janë, po. Një ekip i vogël futbolli. Po, e vërtet, edhe kjo e vërtet, edhe aty çka s'kemi pa, e kështu që ndoshta kjo ka qenë një element, edhe unë si nipi pari asaj shtëpie kam qenë pak më i përkdhelur, edhe ka dorë Zoti me pas këtë fat. Kom fitu shumë për ty. A u desh të vite? Apo u desh që të filloj të këndoj edhe Mirlinda, edhe e mendon thu, një trekon që mirë, interesant, do t'ishte mirë me dal, apo cili ishte shkaku, apo ato mbledhit në familje, këndo bashk, bë kështu, mund të dali diçka bukur kështu si tresh. Cili ishte ai tiku, ai momenti që i tha vetës, do bëj një këngë që ta këndoj me babajnë dhe me motrën. Unë i kom thënë moti ju baba, se babaj... A ke folë moti, ha? Moti. E nuk dëgjoj kja, ja? Jo se s'ka dëgju, po mirë e bojmë, po sigurisht tash pak edhe mosha vën vetën, kuptomi, edhe unë tash i kam kushtet pak më të mira asaj përket thjesht ofrimit ndoshta të një infrastrukturë ose të kujdesem për realizimin e këtyre. Mundësit janë fantastike. E ke parasysh se nuk është edhe bashkë letë me i bonë se si ke këto. Si kom pas, dje kom pas. Ndoshta kjo është arsyeja pse kanë ndodhur tani këto sene, se më herët nuk i kom pas të kushte, edhe jo vetëm kushtet, por si kom pas edhe financat për me i realizu këtë gjana. Kjo është pjesa më sinqertë që po ta them. Megjithatë, shqyrë që jemi dhe janë kriju mundësi dhe unë kam bërë, por këtu në emisionin thamë, du të them, kur përmend Mirlinda prej klasës 3 i ka ndjek studimet e muzikës dhe ka përfundu fakultetin, Akademinë e Arteve në Fakultetin e Arteve të Muzikës të Shtetit. Në Prishtinë? Ka përfundu në Prishtinë, po studimet. Është një muziciente shumë e shkëlqyeshme, që është motra ime, ka një talent jashtëzakonshëm. Unë po përpiqem të përgjigjem, domethënë kërkesave të saj, është shumë e rafinuar. Kjo është ka të dëgjojmë këtu, nuk është që e përfaqëson Mirlindën. Mirlinda ka një afinitet edhe i njeh ato rrymat dhe moderne botnore, besoj që shumë shpejt keni mi pa dhe ato, por baba ishte ndoshta kryefjala këtu për arsye se edhe disa këngë tjera ja kam realizuar ti të kënduara, kam një befasi, inshallah muj me bosante, kjo është këtu për ta thënë. Për shembull, mori Shkodër është një këngë e vjetër, ja kam realizuar ti bashkë me videoklip në Prizren duke shëtitur me një mik ti, nëse arri me bojnë, nëse arri. Edhe sa bukur është edhe ajo këngë, domethënë disa këngë të bukura që kanë mbledhur dhe me të vërtetë po ndjem shumë mirë se sot edhe ata janë me neve këtu, edhe do të kemi mundësi ta shpërfaqim këtë material. Dhe kësaj po shkëpus edhe një element për mos ta zgjeruar shumë mendimin, njerëzit më kanë thonë përgjithësi heqi pi ndihmon talentat e ri. Është shumë e vërtetë, sepse tri tut më ndihmu ata. Kjo është më shumë e rëndësishme. A di çka thotë? Unë tash jam duke i ndihmuar talentat e vjetër. Ta ka ndihmuar talentat e vjetër. Me të manë të bëjnë tyre nga këtore në majtë të lëtimi. Do me thonë, nëse kemi në rast, që bashkë me bojmë kur këtë qef, unë e pa kur farë, për ta fjallën që pa kur farë interesi. Dëgjojni. Do me thonë, se bashku i identifikojnë, do me thonë, disa prind të cilët janë në moshë, kanë talent, edhe fëmijët e tyre nuk dinë se si me ababa për zvetë si të fartë mire. Më thuaj ti se do tjetë arenë e shpërfaqjes së talentit të tyre, mund të marrë të gjitha përgjithësi që t'ja realizoj këngën. Ose bashku, po i ndihmojmë edhe të vjetrit, jo vetë të rita. A vjen kjo edhe për mua, mu i më ardhë dhe unë nga këta të vjetrit, a? Ti ata 3 vjeti, ti fjetë këta vjetrit. Apo i ftojmë në skenë, zotëri Ademin edhe Mirlindën. Me knatësi, ma të madhe. Adem Krasniqin e Mirlinda Krasniqin me shumë knatësi, sepse kemi fatin e mirë që do të na këndoni këngën që tani erdhe me shumë buj këngën tuaj të përbashkët. Por po flasim pak. I ftojmë në skenë, a? Hajde! Adem Krasniqi dhe Mirlinda Krasniqi. Hajde, Adem mirë se erdhe. Në shumë babës hajde. Mirë mirë se erdhe. Ka të qoj ty ba. Knasili po. Po si e buri dheut? Mirë jemi shnash jemi. Gjatë bisedës në një moment thanë nuk dëgjojke. I thash babas dëgjojke, ha? Si keni zgjedhur këto probleme? Kush kanë po dëgjon më shumë? Vallai iniciativë djali ka marrë pak. Si me unesën po ky e ka marrë iniciativën kryesore, e më qitë në skenë. Tha se keni kënduar gjithë familja. Të 7 vëllezërit këndonit? Po valla, unë e moj men babën e kom pasur në këngëtar. Marrëke pitallave që të lija ju bike mishnicave, kavallave, fyllave, sene, kështu që tradit vjetër e kemi. E keni vazhdu? Po, kemi vazhdu. Tashi, emeri madhu bo hekurani, tani se mediat e mundësite, kur filloj ky me shkëlqy, knaqeshe? Valla po.
Pa i thejshë vetin e herë, edhe unë ti shakon që të ku. Po, i thejshë vëllaj, thejshë, po. A i thejshë? Po, vëllaj, po. E ja kësha bo baba dhe bim, thamune. Naim, nëse më leon. Në këtë rast, baba, me eksperiencat e tia në arsim që ka kontribu shumë në arsimin ton në përkohë, ka qenë edhe në shoqërinë kulturore artistike Afrodita e Mushtistit dhe ti ke parasysh që yjet e stradës që i kemi. Me shkurtën, me syretën, ma vonë Remzia, Motrat Mustafa, gjithë ato. Unë e quj fidanisht atë pjesë kështu të këngëtarëve, të artistëve. Ka qenë në shoqërinë kulturore artistike e Afrodita atëherë, si instrumentiste ka marrë pjesë në festivale ndryshme në Zagrebe, Zagrebe, në për Kosovë kemi dhe koncerte bukur mira. Pa fond. Bilem koncertin e punit që kemi dhonë në këtë shësnijën këtu, këtë bërë dhe Ramizi këtu të jakon. Po? Musafire ka në pasë edhe Shasir Sarvadikun. Shasir Sarvadikun. Të përqem Shasiri, a? Koncerti fundit akon aj edhe ma ndaj veç u krynë. Profesoresh, mirë se erdhe. Mirë se ju Po të thëmë profesoresh se ke diplomu. Faleminderit. Për mu ishte risi se nuk e dija që ke diplomu se je shumë e re, kështu. Faleminderit. Një profesoresh e re interesante, shkon, a ke mendu me dhëmë mësim? Po e kom mendu, po ma shumë më flenë në këndimi. A këndimi? Po, e kam kështu pasion pe e vogël. Pasion, zërin e kemi dëgjuar, e kemi pa dhe që është më bukur atash, e kemi studion, e kemi mundësin, tash janë mundësi vërtet fantastike. Kur muza këndon, edhe në 3 natës mi ju tek, kjo më nuk qohet në atë kastofoni, diktafonin e vogël me knu, po shkon atje dhe i bjenë dhe i qizave dhe të nesërën e kemi të gashëm. Cili zhanër po të pëlqen më shumë? Po, unë jam rritë me muzikë pop më shumë. Po, jam rritë me zhandër të muzikës amerikane, botror. A ke provu? A je duke pregadit diçka ashtu? Në betë të shijet. Ato e është pak befasi. surpriz. A e to e mbefasi? I kam gati, nuk i kam gati detash. Do me të dhonë një këshill, do me thonë kërkesat me që në këtë drejtimin pop, hip-hop, hip-hop-pop, a mund themi edhe Ja, ashtu? është pop music, është për shembull sikur yjet shqiptare që po shkëlqejnë nëpër botë, më linda po çatë Se në realitet me pop muzikë, edhe Dua dhe Rita edhe këto tonat në përgjithësi Kosovë, Shqipëri, është mrekulli heki, sa Po, besom në jo që është motra veç kime po. Do me thonë ka elementet që kam të fascinu. Të lutëm! Dhe të kam dhe që kanë ramen. Po, kur të propozoj Hekurani, për këndojmë një këngë edhe me babin, Ishte kënaqësia ma e madhe që e kom prit najherë, se do mbetet projekt që do e shikoj tërë jetën, edhe në të ardhmen kur do kem sukses, kjo do jetë projekti ma i mirë që... Do të mbetet gjithmonë, projekti ma i mirë. Ma i mirë, po. Babi si e pranoj mirë? Mirë, nëse kemi pas shumë problem, bile kemi fillu me njëherë me këndu bashkë, ashtu me ushtru, i dërgojshim video heket, jemi të e këndu, s'kemi pas në i vështirësi. Probleme me akord, jo, me talent, jo. Ky iftoj bile talentet e kësaj, talentet e vjetër, me arë, po se ka përplot dhe kjo shumë e bukur. Ide e mirë, mendoj. Tekstin e shkrove vetë, apo? Fatmirësisht, një mik i joni për bashkët Xhavid Bujupi, i cili dhaj në historinë e tij artistike, e ka dhënë një kontribut të zakonshëm, ai ka qenë autori i tekstit, bashkë me mu, unë e kam ndihmu pak a shumë, po Xhaviti e ka atë përgjegjësi që ka realizu këtë tekst, jo vetëm këto edhe disa tekste tjera, për këto falënderoj shumë. Ja shpalose idenë edhe e ndërtuar. Sigurisht, ne kem probleme me tematikat, domethënë si pëlqen tematikën, pastaj ndërthurja e mendimit është besoj që ma lehtë bëhet. Edhe i strefe është me Citeli mos ta harroj, domethënë që i ka dhënë gjyrë kreti projekti dhe falënderoj shumë. E nisi me kamerën e tij, mos i hin hardi. Kështu në përgjithësi se unë e di që ndodh. Herë prin teksti, herë prin edhe muzika, e themi pja bëjmë tekstin. Cila dominante ty apo barabartë? Në këtë rast kemi funksionu në mënyrën ma profesionale klasike të mundshme. Domethënë është bën tematika teksti dhe ka fillu me këndu vetë teksti. Momenti që ka fillu me këndu vetë teksti, atëherë ja kemi bashkangjit muzikën. Do me thonë, kjo është për mendimin tim, është jo në mënyrë impunuese, po në mënyrë kronologjike, tipike krijuese. Edhe kjo ka qenë e vërteta. Basadem, a do në bëndë një këngë tjetër me kërkesat tua, jo me kërkesat e këtyne? Po,
Apo, a? Nuk dhe të nxalëm ta. Me gjithate kanë kalu vite që jeni pensionu, jo shumë vite, po. A pasi e nëzore këngën në ekran, me fëmijët e tu, të takojnë ish nxënësit, të thonë, profesor, na ke knaqë. Po, kom pas rastin vëlla dhe nxënësa që i kom pas nxënësa ma kanë uru. Kanë thonë shumë bukur, a? Edhe diqysh mu ka dok shumë mirë ati. Mirë. Në një moment tjetër do të ndërtojmë ndryshe një bisedë, profesoresh e kuptum, unë po kam dëshirë me të thonë profesoresh se ju në akademi sa të kryni, ju i një profesora. E vërtet. Së është thirrje akademike, me njerë Do të ishte mirë na ime edhe të krijoheshin vendet e punës për kategoritë e milindës, edhe të gjithë të tjerët të cilët përfundojnë studimet në Universitetin e Shtetit Kosovës, në Akademinë e Muzikës, në drejtimin pedagogjik që të mendohet pak ma shumë për sistemimin e punësimit të kësaj kategorie, specie e cila ndërtohet që nga fëmijëria. Nuk është një profesion i cili bëhet me natës, sa një jetën janë formu, edhe me met pa punë kjo kategori me vërtet është për keqardhje. Absolutisht, mos harroni. Arti është ajo që kultivon shpirtin edhe mendjen e njeriu. Një shpirt edhe një mendje e kultivuar gjithmonë ka bërë gjëra të mëdha që kanë çuar botën deri në këto nivele. Shumë e vërtetë. Kulturore një shoqërie. A do një me nga këndu këngën se nuk i kam thanë Koran që duhet me këndoni, po në momentin që kemi pas fatin e mirë të rrallë, me nga thonë po e me ardhë, besoj që do nga këndoni këtu. E vërtet na ime për ta konfirmojmë, ne kum ditë që veç kanë me transmetu në televizion për me kënu se kum ditë. Po me gjithata këndoj me kënaci. E kombinojnë atje, ja që s'pak edhe klipin edhe këto, kështu e kombinojmë. S'ka problem. Me pa artistë ynë që shka lujtë në... Hajde. E kishit të vështirë? Ja, unë ka befasu e. Krejt lehti ka. Unë ka befasu. Unë e kom pas derë që nuk do të organizohet e kështu me radhë, po më ka fasu. Ekipa, shoqëria mendonin se ky, do me thonë, ka pas përvojat më hershme në kuptimin e realizimit, videoe tjera, ka qenë hera, por edhe kjo është hera par, na ka befasu, ka bush komplimente. Me të vërtet për thëmë sinqerisht. Po ta një jetën ka folë para brigada nxënësish. I thash babaj tim një herë, sa mire bone më ba, po më birë, tha po në mësu si jetë jem konë të një jetën. Po mirë kjo. Një reflektim i një nxënësit, ishë nxënësit babës, lejo ta përshëndes publikisht Ram Vatën. Rama e këmë po që ka kena aktiv në komente, dhe është në burë me mësusin e ti. Për ndryshe, kër e pyta, babën thash, Ramën unë e njoh, është njëri shumë i përgatitur. Është profesor? Profesor, pa tjetër. Është doktor shkencë i Francës? Tjetër, ajo me vlera absolute, e të tjera, por babushim të rrëgë dhe diçka tha, a e din tha që shkënë në Rama. Kënë bukur. Ka këndu të unë pak në... Drejt me thonë nuk e kom ditur, kështu që do tjetë një sfide radhës që të mendojmë edhe për këtë. Profesor Ram, bën pjesë në këta talentet të vjetër se vetje hyj atje se e bukë. Kam javlon skenën edhe tanë duhet përkitit e botës kemi më javlon për këtë këngë të bukur që na sillni në spektaklin tuaj në sheshin e fjalës së mirë, e këngës së bukur në Odeon, që është Pellaz, e i lirë, e është nëna e baba e teatrit, e kemi diskutuar. Fjalla Odeon, e kisha thonë. Adem Krasniqi, Mirlinda Krasniqi dhe Kuran Krasniqi, skena për ju. Shumë faleminderit.
E qoftë dhe ty. Ty, Mirijës, Vikit, Abejes, Nonës, Platërit, Tringës, Krejve, deri në Australinë e largë. dhe Amerikën e largë. Në rritë të këtërve satelitore. Të radio televizionit 21. 21 pikë, është edhe ato 21 tinkatë. O, na jem. Ai. O, na jem. Jëm qu për Bajram. Ej, kom vesh teshat e Bajramit, si kër këta për Facebook, a ke po, që kam bu një farë fëtë që pivesh këtë teshat e bordha, e vesh si e trempelen gjysh të verë. E jëm qu më shumë e bu Bajram. Po? Pa më thot, nona, që djoli jem shko bën Bajram në për familjar, se është se vapi madhë me shku mi vizitu. Po, absolutisht. Nisja tha primi gjëstën, na për holla ka të kthesh ka dojt. E të bijat? Te bijat gjithë, qysh dhe të me shkru? Mirë, qashtu bijat. O, bo! Mos mi le jashtë. Unë me ngu nonë më janis për miqës të holla në fund ka dojt, me 25 herë naftë në viki musil. Edhe? Thash janis i për dojve, me 15 herë, bo, tak. Qa ke bako të për Bajram, gjithët mja qitë një 20 që naftë. Nuk i dirë na jem. Edhe quva shkote të dojt mi. Të kërsas në derë taj doja ding, s'po del me që derën? Jo. E thi radiolën e dojës, për aj Bajrami e daje ku ji, ty bena jina 0 Bob, pi baklovës, në kalamari, s'ma kap ke truni, Bob. Grija e, 2+2, i të ke 5, më bujnë gjithë. E kam fëllir rollë, pa ne se shkun. Hajde se janë zuna për të modhe. Thash këthena të një hollë e emja të bijat. E ju hita e holla të bu me shkut në bërra të hina mrena, se holla gjithë që lën shpe. Derën qelë, na qëtë kafe, na qëtë qaj, na i lëkëm, baklov, Dera më shirë. Jo. Kur ka bërtit një kushi. Nuk janë aty, ej! Po ku janë? Thash, ku janë? Ka shku në Greqi. Thash, ma bëjë ku njëve në kalin në Greqi. Jo. Për Bajram rënkësër. Sigurisht. Thash, qysh mëre për Bajram ka shku në Greqi? S'ka shku për Bajram, po ka shku dha për all inkluziv. A vëllo? All inkluziv. Edhe të pjasa i hollës dula. Po du me shku të këshëre. E kom një këshëre, po të kalëzhe, na em, mamut edhe nona nuk e bënë dhe një. Ma Bajrami, që të shku të Do të shku edhe të. me shku mja qelë derën. Oj, derën qelë e kishë posë. Ju ma fru në bërë, kush? E kum një zo, falë kush, hajde mrena. Ju më hi mrena. E këshin luën bobën plak, vetë. E ka, ata shbe që është mutë? Ata është mëjë. 5 vlasni, ata kanë luën bobën vetë. Kur jenë kusheret, kanë shku në peshkem. Se po thënë ka të narsi me baklov, e ma mirë po shkojnë në peshkem me pesh. Ta ka një gjuna me bobën e vetë. Një mu e ka mojt njoni, një mu e mojt ke njoni, një mu njoni. A i boba ta më vike i 30 dhe shkemi më leteshat më shkujta i tjetëri. Unë e vetë jam, hisë kam lazni, veç vetë jam. Babën që shte moj. A po, a? Ama nuk është për krenari. Ama veç me qedora dhe me të dy. Veç me njo. A veç me njonën. Unë e vetë e moj që shtu se baba, ngëm, nuk është krenari, po ja kom bërgjë. Fix. Edhe nonën e moj pak ma pusht. Po? A di pse? Pse? Me që nonën më mërë ma pull boba. E lu bobën më zgotë, shtu? Me ro. Do, ngëm. Edhe, po këtera të shpia, tu më smeta mo të tërsen, ku bë shku? Tu këshina për Facebook për shëpi Turkis. Nga Antalija me dashuri, Bajram Mubarek. Birët edhe mo jetët në tavolin ata. Jo isha bit. Po, i kanë arruke, s'ka mujtë mi ik. Gratë atë ishtë një zgatë, Bajram Mubarek nga Antalija. Bab ju këtheva të shpia nona për mvej, qësh jeti o lem, qësh ka luva o luve. Aja nise, tha mira i hece, kreta shpunon, pikujna aja nise, thash non, kreti ku po, me gro, me burra, me këtë si akum njës për Facebookit. Në Instagram, TikTok, këtë jo po shfëtët. Jo. Ta ku shkje pjallë është dhe këtë shira të.
moj mizore, oh moj një Shkodër, moj mizore, pak na vdo, ke moj shumë na dole, pak na vdo, ke moj shumë na dole. Pak na vduke, shumë na dole, pak na vduke, shumë na dole, lupo ban, me shtatë të bole, lupo ban, me shtatë të bole. More hafize, mosun god, more hafize. Hafiz Pasha, krije lopa, Hafiz Pasha, krije lopa, smere shko, drava me ty topa, smire shko, drava me ty topa. Se ban manana, Skenderbeg, se ban manana. Jemi rikthyer në spektaklin tuaj, kemi kaluar në momente promocionale. Zona e Zotëri do të vi për të kënduar dhe promovuar këngën e tij sonte për ju, për ne, për të gjithë. Safet Gjafiqi, Gjeki. Hajde, Safet. Misere. Gjeki, në realitet me qujtë emrin artistik, Gjeki, a? Po, pa tjetër. E ke më në qef me të thonë, a Safet, disa e ke pa të frasi si o Abaz, o Gjafiq, a Gjek? Gjek, pa tjetër. Prej fillimit Gjek? Prej fillimit, qysh fmi. Aha, ka vite që merresh me këngë? Po, ka vite. Dëgjoj, të them drejtën, unë kam bo një album vitit 95 me zoti Refkire Shitajn. Këngëtarin e madh, krijuesin, kompozitorin që ka bërë gjëra shumë bukura, shumë të dha. Edhe e bët bashkë, në Suarek atëra? Po, në Suarek atëra. Këngë rësisht rock? Po, popullore, jo, në fakt ishte popullore. Po, ishte popullore atëherë, qysh atëherë ishte popullore. Ku t'ka flet më shumë? Tek muzika zbavica atë populloria? Me thonë drejtën qysh atëherë kom pas pak muzikën zbavice pak më në qef. Zbavice, dhe stilin muzikën zbavice. Dhe stilin gjithë. Krejt, kështu. Qartë. Ma shumë ka rockeri në... Paka shumë. Po bukur shumë. Tani, ku jeton edhe vepron? Unë për momentin jetoj në Prizren, në një fshat ofër Prizren aty. Në kryeqytetin e shqiptarëve? Po. Krejt shqiptarëve? Për ndryshe kam jetu goxha do vite jashtë. Në Itali, Zvicër, në Gjermani, pak kështu me rrë. E ta është veç këtu? Ta është veç këtu. Kjo është një profit. Faleminderit. E sa të po promovoj një këngë tuaj, edhe besojmë që mja vazhdu pak ma gjallë në të ardhmen, a? Besojmë që po. Edhe që quhet? Atje ku lind dielli. Atje ku lind dielli? Po. Ku lind dielli, Gjek? Po dielli lind për mua atje ku rrezon hona.
Kur kam shku për herë parë në Kalabrije, në Sicili, Arbreshet, e kanë atë këngën e bukur që ti e di sigurisht, e bia ime moja, djellit e ku është, dhe apropo kësaj të pyeta, ata thojnë se dielli lind në Shqipëri, se Shqipëria është dielli. Edhe prandaj po e bukur ishte, atje ku lind dielli edhe aty ku rrezon hona. Ta them edhe në gjuhën italiane nëse do. La sole nasce sull'Albania. Bukur. Ku vjetu më shumë? Në Itali. Në Itali, në për Itali. Në mjet të Romës dhe Firenzës. Shkove ndonjëherë të Arbreshet, ja? Jo, me thonë drejtën s'kom pas mundësi. Po shkojna bashkë. Po shkojmë bashkë. Mirë është, ata ka një festival shumë mirë, ka funi gustit. Është rast fantastik me... Gjithsesi. Me shku shumë bukur. Kush e ka bërë këngën, Gjek? Këtë këngë, zotinaj, mune e kom bo diku para 30 viteve. A 30 viteve? Këngën e ke bërë vetë? Këngën e kom bërë vetë, tekstin e kom bërë vetë para 30 viteve, edhe falë shokve, kanë insistu edhe këm ngullën tashi, edhe më thanë duhet me bo këtë këngë gjithsesi. E ta shëtutje dhe na këm ngullën me bo këngë të tjera. Besojmë që po. Se e pa mundur ti në përkrejt këto vite, duke të flejt kënga në shpirtë, duke qenë këngëtarve që ta ka thonë zotja punë, në që nuk ke palu në i kongë, në ide, në i atje. Thonë drejtën në kohën e luftës, kam qenë kryetari Këshillit Rinor në Durrës, kam qenë edhe antari estradës profesionale qysh atëherë. Mirë për lufta e borit vetën edhe kështu që u desht me deviju pak prej muzikës edhe më morë me zona tjera. Sigurisht janë disa gjëra jetësore që na marrin përpara dhe në shumë. Orkestruar? Orkestruar nga Adem Morina. Adem Morina. Një studio edhe një djalosh jashtëzakonisht i shkëlqym, besoj që me kalimin e kohës njerëzit do ta njohin edhe më shumë. Atje ku lind dielli. Atje ku lind dielli. Me kështu realisht, dielli ka lind në Iliri, në Pellazgi, në Shqipni tash, në Kosovë. Që to lind dielli? Po. Jo veç dielli jo, jo më dielli i civilizimit, edhe do ta themi, të lëshojmë kësaj, Gjek, se patjetër. Na mëtën të na marrë historinë për shekuj, edhe për mileniume. Na të dëshirojmë sukses, t'i mbajmë duart, gjithë mirat të botës, edhe të japim, të kurajojmë që sa ma shumë të punosh, në mënyrë që pse të mos bësh edhe shumë këngë, kur mundesh, kur ta ka dhënë Zoti, kur din dhe bëje. Zoti të bekoft ty. Faleminderit ty. Zoti të bekoft rrugën tënde artistike, po ta lëm skenën, do t'japim duartrokitjet e botës. Faleminderit shumë. Gjeki, skena për ty. Faleminderit.
DJ, kalle, sonte me selva, DJ, zemër, për mu je bela. A di çka është problemi, Viki? Kë, ka bo pare, ka bo kërë, ka bo senet, edhe kur u shku e ka po ato të valzu. Si e ka po, më kapi beloja, se son e lënë. Prej qasaj note, i ka vazhdu beloja, edhe pastaj beloja, njëherë se faja, po pastaj se vdoja e dikur hatoja. E bon, ishte këtëra, pleni mire, ngroni bukur, gjohëmi në pache. Natën e vimi ju pas një javë tjetër.